Messi merr ofertë përmes të boksit. Youtuberi dhe tashmë bokseri Logan Paul i ka kërkuar një ballafaqim futbollistit Argjentinas Lionel Messi për t'i sqaruar hesapet për një brend të pijeve. Messi së fundmi ka nxjerrë në treg një pije energjike që quhet Mas Plus, që sipas Logan Paul është kopje e pijes së tij Prime. Për këtë punë, youtuberi amerikan e ka quar në gjyq Messin pasi po pretendon se i është kopjuar brendi i tij. Por Paul i ka bërë edhe një ofertë futbollistit Argjentinas, se në rast se dëshiron të zhvillojë një meç të boksit, atëherë do ta tërheqë padin ndaj pijes së futbollistit. Në këtë ofertë, menjëherë është kundërpërgjigjur truproja Lionel Messit, Yasin Çeko, që ka thënë se ai është i gatshëm të ballafaqohet me Paul. Për më tepër, ish ushtari i forcave speciale për tabloidin The Sun ka thënë se Messi asgjë ka njohur Logan Paul. Kështu që nëse ai vërtet dëshiron një meç, ai mund të më kontaktojë mua e jo një lojtar futbolli. Djema mos u përlani. Çeko i keni ka një vanilla taste protein. E për më shumë video se kjo, na bëni subscribe në YouTube Radio Urban FM 103.5.